إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد. Falënderimi dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen E Tij, shokët E Tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën E Tij deri në ditën e gjykimit. E më pasaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Edhe me tutje jemi duke bashkëjetuar në ditët më të mira të vitit. Këto janë ditët e Teshrikut, janë ditë të ushqimit, pijeve dhe madhërimit të Zotit xhelle xhelalu. Kështu ka promovuar pejgamberi alayhis salam, janë ditë të përkujtimit të Zotit xhelle xhelalu. Pra janë ditë feste, por kjo është mesatarja të cilin e kemi promovuar në ditën e Bajramit. Kështu festohet pra në Islam, në mes dy ekstremeve, atyre që nuk din çfarë është festa dhe atyre që e teprojnë në gjëra të ndaluara. Pra në festojmë, ushqehemi, pim, por dhe madhrojmë Zotin e madhreshëm, siç dhe na porosit Allahu xhelle xhelalu, wa dhkurullaha fi ayamin ma'dudat, dhe përmendën shumë Allahun në ditë të caktuara. Pra komentatorët e Kuranit flasin se këto janë ditë të caktuara që Zoti flet në Kur'an. Pra jemi në ditë feste, ditët e Kurbanit, por dhe të madhrimit të Zotit xhelle xhelalu. Andaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që në këto ditë kemi detyra të lehta dhe në mesin e këtyre detyrave është që të afrohemi me njerëz, të pajtohemi me njerëz, të kalojmë mosmarrveshjet me njerëz. Dhe dua ta përmbylli këtë hutbë të shkurtër të kësaj dite, për shkak se jemi ende në festën e Kurban Bajramit, me një këshill të artë, e cila përcillet nga një prej dietarëve të gjeneratës së dytë, Hasan el-Basriu, Allahu më shëroft. Hasan el-Basriu ka qenë pra hoxh dietar I gjeneratës së dytë dhe përcillet se në një natë prej netëve të lutjeve të tija e ka lutë Allahun me një lutje që e kanë dëgjuar dikush tjetër. Po thot në lutjen e tij: O Allah, fali ata që më kanë bë zullum, fali ata që më kanë bë shumë padrejtësi. Të nesërmen, personi I cili kishte ndëgjuar prej këtij dietarit lutjen, po I afrohet dhe po I thot: ah, sikur unë tisha çaj personi që ty të kanë bë padrejtësi. Atë shumë u lute për ata që të kanë bë padrejtësi. Dëgjoni vëllezër, tjeni me vëmendje, këta janë burrat e mëdhaj që kanë me histori. O Zot, fali ata që më kanë bë padrejtësi. Letë është me thonë, o Zot, fali ato që I drejt. Fali ato që s'mbon kur padrejtësi. Kur s'ma prish shumë, letë më lut për ta. Mu lut për ata që të ka bë padrejtësi. E ky burri po I thot: çka të ka shty ty me, ka je motivuti o dietar o hoxh, ka je motivuti me I fal ata që të kanë bë padrejtësi e që unë kisha pas shumë qef me kon mesin e tyne që mu përfshi edhe mu lutja jote. Tha jem motivu prej fjalës së Allahut në surën Shura, citati 40, ku Allahu xhelle xhelalu thot: "Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin." Ai I cili fal dhe pajton, shpërblimi I tij është veç te Zoti. Ai nuk I don ata që janë të padrejtë. Pra të ndershëm vëllezër, këta janë burrat që janë edukuar me Kur'an. Këto janë zemrat e pastra që e kanë kuptuar fjalën e Zotit xhelle xhelalu. Ai I cili fal, ai I cili pajton, shpërblimi I tij është te Allahu. Pra, ne e dim që për vepra të përgjithshme Allahu e ka përcaktuar çmimin 1 deri 1 me 700. A më ka do vepra që janë pa limit,
pa kufi. Në mesin e tyre thonë dietarët islam që sevapi, shpërblimi, është befasues në ditën e gjykimit, është ai që fal, edhe ai që pajtohet, dhe ai që i pajton të tjerët. Vëllezër, nuk ka ditë më të përshtatshme se tash, sepse tash janë ditë e sakrificës. Kurban Bajrami njihet si Bajrami i sakrificës. Nëse na edhe tash nuk falmi, edhe nuk pajtohemi, kur do të falmi dhe kur do të pajtohemi. Prandaj të ndershëm vëllezër, i motivuar nga kjo thënie, nga citati kuranor, nga ky realitet, i këtyre burrave të mëdha që i kanë kuptuar mesazhet hyjnore, themi se fal, pajtohu, të i kaloj njerëz. Nëse njerëz nuk ta din vlerën, ta din Zoti njerëzve në qiell. Prandaj mos u mërzit. Kështu që të ndershëm vëllezër, duhet kështu pra me i kuptuar mesazhet hyjnore, me qëllim që vërtet pra të ngjallim këtë ditë me madhrim të Allahu xhela xhelaluhu dhe me vlera. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falës i madh. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, edhe me tutje jemi pra në ditët e festës së Kurban Bajramit, në ditët më të mira, edhe për ata që janë në haxh, po edhe për ata të cilët nuk janë në haxh, janë ditë të madhërimit të Zotit xhela xhelaluhu, ditë thërrje të Kurbanit, vazhdon pra mundësia për thërrje të Kurbanit edhe në këtë ditë. Prandaj ata që nuk kanë pas mundësi në 2 ditët e para të thërrin Kurban, siç kemi promovuar në ligjëratat tona, edhe në ditën e Kurban Bajramit, nëse pra dikush do të hynte te borxh për diçka, ja vlen me hi borxh për Kurban. Ja vlen me hi borxh për Kurban, pra nuk është mirë për një besimtar devotshëm i cili ka të siguruar ushqimin e Bajramit mos me thërr Kurban. As më tepër po themi në kohën tonë, ku fal Allahu xhela xhelaluhu dhëntitjen të shumta. E pastaj, gjithsesi që t'u hapmi derën, siç kemi thënë dhe promovuam, t'u hapmi derën farefisit, të afërmve, miqve, dashamirëve, atyre që sun po i vizitojmë gjatë vitit, të paktën ta shfrytëzojmë rastin tani, me qëllim që me këtë të arrim kënaqësinë e Zotit xhela xhelaluhu, e pastaj dhe t'i forcojmë lidhjet në mes veti, sepse një nga objektivat, synimet e festave tona në Islam është dhe përforcimi i lidhjeve ndërfarfisnore dhe miqësore. Lusim Allahun xhela xhelaluhu që të na përdor për hajër, lusim Allahun xhela xhelaluhu që këto ditë e madhrojmë Zotin e Madhreshëm, të jemi pra ata të cilët marrim iniciativa për mirë, të falim të tjerë, të amnistojmë të tjerë, të pajtohemi me të tjerë. Allahu xhela xhelaluhu të na përdor për hajër, të jemi pra çelësa të hajrit dhe dryna të sherrit. Lusim Allahun xhela xhelaluhu për pranim të veprave, për vetvete, për ju, për gjithë muslimanët. Allah na uzon neve, familjarët tanë, t'juj, shoqërinë tonë. Lusim Allahun xhela xhelaluhu që ti kalon krizat në vendin tonë dhe në vendet islame ka të qenë muslimanë. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.